ka disa fëmijë që lëndohen shumë lehtë, shumë shpesh. Thonë si zog është. A ka predispozit ndaj fëmijë që nuk ushqehet shëndet shumë me pas lëndime më lehta ta themi, apo është thjesht e natyrës? Jo, ka fëmijë që i kanë ligamentet më elastike, edhe predispozita për mu lëndu shumë më madhe për shkak se nyjet tërheqen shumë më shumë edhe nuk kanë stabilitet. Po e keqja më madhe është që të ne gjithë kemi qef mu bo Messi. Zotin nuk në ka dhënë gjithë atë mundësi. Edhe prind kanë qef mija me ju bo, se i bojnë presion, hajde. Pa tjetër, kjo është insistimi, sidomos i prindve. I prindërve. Unë shpesher ju thëmë, qo që aty kështë maj miri, ku mundet mu bo maj miri me nëzirë maksimumin. Shembol, nëse njët i ka elastike, qo në gjimnastik, qo në not, se prej ti pritet mu bo gjithë shka, me arrit maksimumin. Shembol, Michael Phelps, dikon dhejnë 13-14 vjeqar, ka lujtë futbol. Mandej një